Ortodoncia është degë stomatologjisë specializuar në trajtimin e malokluzionit, thirrët ashtu në gjuhën e mjekësisë, dhe kjo ndodh kur dhëmbët janë të pozicionuar në mënyrë jo korrekte si në nofullën si për me ashtu dhe në atë të poshtme. Pra, nuk janë të rregullta. Për qindra vite dhëmbët e çrregullt, të grumbulluar dhe të dalu kanë shkaktuar probleme njerëzve. Dhëmbët e rënditur në mënyrë jo korrekte mund të çojnë në kafshime të çrregullta të tilla si kafshimi i përparëm apo i pasëm. Por ortodoncia synon vendosjen e aparateve fikse apo të lëvizshme për të korrigjuar dhëmbët ose edhe nofullat jo korrekte, që është shumë e rëndësishme sepse ne ndonjëherë sikur i nënçmojmë këto probleme të cilat nuk sjellin le të themi probleme të menjëhershme në organizmin ton, por ngadal pastaj vijnë edhe problemet e mëdha, dhe për këtë kam nderin dhe kënaqësinë të flas me Raimonda Gashin, ortodonte. Raimonda, doktoresh, faleminderit që jemi neve. Faleminderit juve. Para se të kalojmë te biseda me doktoreshën Raimonda, unë dua që të bëj një falënderim për Spitalin Fatemi, i cili gjendet rrugës për në Çaklavic, që bën mundësimin e realizimit të këtij podcasti. Sigurisht te Spitali Fatemi mund të gjeni shërbime mjekësore të dëshmuara në shumë vite, në shumë dekada, që nga ginekologjia me infertilitet, pediatria, kirurgjia torakale, kirurgjia e fëmijëve, laboratori emër i dëshmuar ndër vite dhe shumë shërbime të tjera të cilat po i klikoni edhe në rrjetet sociale, sigurisht keni me marrë më shumë informacione, dhe çka shumë e rëndësishme ajo që unë gjithmonë them është që të parandalojmë sëmundjet dhe jo vetëm të trajtojmë ato, dhe sigurisht këtë parandalimin do ta diskutojmë edhe sot në studio këtu me kas më të ftuarën ton. Doktoresh, Organizata Botërore e Shëndetësisë konsideron rënditjen jo korrekte të dhëmbëve si një prej problemeve më të rëndësishme të shëndetit oral. Madje thuhet se 93% e fëmijëve adoleshentë shfaqin një formë të malokluzionit që po quhet në gjuhën tuaj të mjekësisë, nuk po e them jo radhitje së mirë të dhëmbëve. A jemi ne në hap me këto të dhëna, kur dihet se nuk është se kemi një sistem informativ shëndetësor mirë të formuar për me ditë saktë se sa fëmijë kanë probleme të tilla, apo sa është përqindja e fëmijëve me probleme të tilla në Kosovë? Nga përditshmëria juaj si qëndrojmë? Nuk kisha mujt me thonë fatmirësisht, do të thonë e kena një numër, do të thonë jo të madh. Është një çrregullim që e brena koqa shumë, do të thonë tek fëmijët. Çka ndina, do të thonë me fat është që ka ardhur një vëdësim shumë më i madh se sa në vitet e kaluara, të cilat ka qenë sidomos tek prindrit, që veç se i rinë, do të thonë, mund të thonë afër dhe janë më të përgatitur nga ana informative, që me dërgu dhe me thonë fëmijën të një kontrol të ortodonti në moshën më të hershme. Në vitet e kalume, dhe me thonë, po flasë shumë a herët, nuk është konë diçka të cilën e kam pa edhe si problem që duhet, dhe me thonë, mu të rajtu shumë herët, dhe me thonë, moshat e hershme, ndërso tani vëdësimi është shumë i madh dhe ndihem shumë a mirë. Sa për pjesën e sistemit informativ shëndetësor, fatkeqësisht nuk është që kemi një bazë shumë të madhe të cilën e bën, dhe me thonë, ose e bën një vizitë në për shkolla, kontrollat rutinore të cilat duhet bën normal nga shteti, jo nga klinikat individuale, për arsye se ato informacione duhet gjenerohen, dhe me thonë, sistemin informativ shëndetësor. Mirë po, edhe ne mundohem, dhe me thonë, si nga ana individuale që ato informacionet mi mbledh ko pas ko edhe me pas edhe një bazë për me ma vonë me ndiku, dhe me thonë, në këtë rrjet që me pas edhe ne informem shumë atë mirë. Mirë po mendoj që deri sa të rregullohet edhe ajo pjesa e sigurimit shëndetësor shtetëror, kena me kompakt mangët në këtë aspekt. Sigurisht, por që ne po i vrejmë, le të themi, nga perceptimi, nga masa, nga kërkesa e njerëzve për me pas, le të themi, trajtim në këtë fushë, që është shumë e rëndësishme sepse po flasim pastaj edhe për një vetëdijsim të masës. Cilat janë shenjat e para, le të themi, që tregojnë se dikush mund të ketë nevojë për një trajtim ortodontik? Kisha cek diçka shumë ma të shkurt, ashtu që të më kone edhe ma e kjarë, dhe më thonë edhe për të tjerët. Është për shembull kur dhëmbët nuk janë të vendosur në vendin e vet, do të thonë ose janë jashtëharku, si le thonë ana. Pastaj është kur dhëmbët janë vendosur njëri mbi tjetrin, cilën e quajnë ana grumbullim dentar, janë ashtu edhe hapësirat, të cilat janë shumë të mëdha mes dhëmbëve. Do të thonë janë 3 pika të shkurta të cilat po i cekin, mirë po janë të kuptueshme, do të thonë edhe për tjerë, ku për neve, do të thonë, moshat e hershme, kur se ka fillu dalja e dhëmbëve të përhershëm edhe e vrera që nuk ka hapësirë për daljen atyre e dhëmbëve në harkun ku duhet, atëherë është njëna prej shajave që na tregon që veç se kena me fillu me pas, do të thonë, nevojë për trajtime ortodontike. Dhe doktoresh, kur flasim për këto problemet ortodontike, përveç aspektit që dhëmbët nuk janë në vendin e vet, cilat janë pasoja tjera
nëse nuk trajtohet ky problem? Pasojat tjera e kam cek, domethënë edhe më herët të gjithmonë atë cek i pacientit. Nuk është vetëm vendosja dhëmbëve në hark, mirë, po pasojat po duket sikur kemi të bëjmë të flasim vetëm me estetike dhe njerëzit e kanë me rëndësi që ta kuptojnë se ka të bëjë edhe me funksion të vetë organizmit për me qenë më i shëndetshëm. Po është shumë normale për arsye se është njëna prej sistemeve tona kryesore me të cilën na dhe ushqehem, po lidhen në atë mënyrë. Do thonë përderisa nuk e keni pozitë të mirë të dhëmbëve në ofllat tona, atëherë edhe ushqimëria nuk kryhet në mënyrë si duhet. Nëse nuk e përtypim domethënë ushqimin në mënyrën e duhur, atëherë edhe metabolizmi jon ka më qenë domethënë më i ngadalt. Kur kemi një kafshim të hapën, domethënë edhe nuk mundesh me bë mbylljen e buzëve në mënyrën që duhet, atëherë ajo ka më ndikuar në fonacion. Në anën tjetër është se ka më ndikuar domethënë frymarrja. Është një pjesë shumë e rëndësishme e cila lidhet domethënë edhe me boshtin kurrizor, domethënë pozita në ofllave të cilën e kena na devijon domethënë edhe pjesën e boshtit kurrizor. Është domethënë nuk është vetëm një specializim që mirret vetëm me dhëmbë, mirë, po ka një lidhshmëri tepër të madhe që gjithmonë mundohem si unë edhe kolegët tanë mi vëdisu, domethënë edhe të rinjet edhe prindërit për fëmijët e tyre që nuk është baza vetëm drejtimi i dhëmbëve, mirë, po në ofllat tona të cilat janë të lidhura me pjesët e kraniofaciale, të cilat i quajnë ana, domethënë me pjesën e nyjeve dhe kokës së qafës, ka një lidhshmëri tepër të madhe ku vetë edhe pozita domethënë e trupit mvaret edhe pi pozitës në ofllës. Për atë arsye, për mua shumë e rëndësishme domethënë i trajtim edhe i hershëm edhe eliminimi i sajna. Pastaj domethënë se ka fonacionin, edhe është edhe frymarrja ku domethënë nëse pozitat e ofllës janë jo të rregullta, edhe frymarrjet kur kur kryhet frymarrja veç me gojë, kena me pas probleme tjera. Vjen edhe zamra në shprehjen atë mënyrë, më thonë rrej ma shumë, lyp ma shumë oksigjenim, edhe kështu lidhen njëna me tjetrën. Dhe kjo në kupton një lloj zinxhiri të gjitha problemeve të cilat munden me ardhur si pasojë e mos le të themi fiksimit të një problemi tjetër që ne e shohim shumë shpesh si estetike që është e gabuar, sepse mund të ndikojë edhe në aspektin estetik, sepse njerëzit shumë shpesh edhe munden me u ndiku nga dukja, që ka edhe shumë rëndësi gjithashtu, por e kam shumë rëndësi që ta diskutojmë edhe këtë aspektin e shëndetit në përgjithësi. Doktoresh, plani mundet me qenë sigurisht personal sepse njerëzit dallojnë nga njëri tjetri, por le të themi në përgjithësi, kur është koha apo mosha ideale ose e përgjithshme në shumicë që fëmijët apo moshat më të hershme fillojnë me trajtimin? Unë e kisha cek moshën ideale, po marr prej 7 deri në 9 kur duhet me fillu domethënë trajtimet. Për ato vizitat më herët domethënë është gjithçysh e mirë se ardhur. Domethënë nuk është individuale deshta me cek për çdo pacient. Domethënë fatmirësisht, domethënë asnjë pacient nuk është i njëjtë, mirë, po as motra me vëllai nuk është i njëjtë. Nuk mundem me thonë me leju është në atë mendim e mendu prindëri që nëse vajza e madhe domethënë ka pas pozitën e njëjtë dhëmbë, mirë, po ka ardhur tu rrit fëmia, ka ardhur gjithçka në vit që duhet, edhe është pa trajtu, domethënë ka fitu atë pozitë të rregullt dhëmbëve që ka me qenë edhe te vajza tjetër apo tek djali tjetër. Për arsye se një pjesë e madhe domethënë edhe e çrregullimeve ortodontike është trashëguese. Mundem me cek në atë mënyrë, për shembull, një fëmijë trashëgon formën e noflës të babës, ndërsa formën e dhëmbëve të nanës. Domethënë edhe nuk korrespondojnë njëra me tjetrën, ose kundërta, domethënë, ose kena me pas më shumë hapësira, ose kena me pas grumbullime më të mëdha, dhe për atë arsye gjithmonë domethënë duhet tjetë individuale, si planifikimi, si trajtimi, domethënë nuk është e njëjtë për çdo pacient. Çdo njëri është individual. Dhe në të kaluarën, doktoresh, më kujtohet që në gjeneratën time ka qenë një lloj mosdëshire vendosjes së protezave që ne i kemi quajtur telave, të cilat janë vendosur dhe kanë qenë shumë të dukshme, por sot sikur janë vërë in edhe të rinjt po i kërkojnë sepse po janë të ndryshme. Si është qasja e të rinjve sot përballë le të themi kërkesës apo përcaktimit të doktorit se duhet të vendosen këto proteza, le të themi? Unë dina shumë mirë që nuk e vrejnë, domethënë nuk e shohin atë mënyrën si diçka problematike që konë ma herët, mos hika ajona bullizimit që është bo ma herët, sikur për vendosjen e syzave që kam pas, domethënë shumë problem, u konë i njëjta, domethënë edhe për briketa, se me një mënyrë automatikisht u di që ti keni pas probleme, domethënë që ke do është me mshef në atë mënyrë. Mirë, po tash ndjena shumë mirë për atë arsye që
do të thonë nuk e kanë problem të rritë dhe e kërkojnë vetë në atë mënyrë që thjesht me largu atë problemin edhe estetik të cilën e shohin, dhe më thonë me dhëmë që nuk i kanë të vendosën drejt, edhe kur do të thonë është një teknologji më ndryshe tani. Do të thonë nuk është që është edhe forma edhe madhësia edhe çdo element që ka qenë më herët është edhe sot. Por tash është edhe ajo pjesa që është edhe më atraktive, do të thonë ka edhe ngjyra të ndryshme, ka edhe materiale të ndryshme, do të thonë të cilat mundohen mi plotësu dhe kërkesat e pacientit, kur po vjen fjala dikush kërkon proteza transparente, mos mu dallu, ose briketat që janë për keramikës, ose safirit, janë të bardha dhe ato tepër pak dallohen, cilat më herët nuk është se kena mujë do më thonë mi afru. Dhe kur flasim për këto briketat, protezat, unë po kthehem te 90-tat. Gjithmonë ka pasur ankesa se njerëzit në fillim e kanë vështirë të mësohen me praninë e tyre në gojë, pastaj të konsumojnë ushqimin, t'i pastrojnë, ka qenë një lloj sfide dhe mirëmbajtja e tyre. Si qëndrojmë sot me zhvillimet që janë bërë në fushën tuaj? Fatmirësisht, do të thonë, edhe ajo pjesa e dhimbjeve është ma e vogël. Mirë po edhe madhësia e briketave që quhen anabraces është ma e vogël. Do të thonë nuk është e njëjtë sikur në ato vitet e kaluara. Është edhe një pjesë cila ka shumë rol, do të thonë, është na i thojna harçet, cilat kanë evolu tepër shumë, ku i përshtaten në atë mënyrë pse ma thjesht i përshtaten edhe temperaturës tonë trupit, do të thonë me momentin që i vendosem në gojë, ato e ndrojnë, do të thonë, temperaturën edhe bojnë më të lehtë, do të thonë, edhe lëvizjen e dhëmbëve. Për atë arsye edhe ajo ana e dhimbjes është shumë më e vogël tash se sa që ka qenë më herët. Nuk është i njëjti hark sigurisht që likut si kur i një tisë që e përdorim na ose TMA që janë terma të ndryshme që nështë asë kësha pas sa fëmijin atë pjesën anej, mirë po që ajo është esenca cila e bën edhe atë dhimbjen me pas më të lehtë pacientin edhe mos me përjetu dhe më thonë ato problemet cilat kanë qenë më herët, ku në ditë sotit mundohem edhe me eliminu jashtëzakonisht shumë. Që është shumë e bukur, sepse kemi bërë hapa tutje në këtë drejtim, sepse njerëzit tashmë po kanë dëshirë me i vendosë dhe me i rregullu dhëmbët e tyre, që është gjithashtu një hap tutje, sepse përveç se po kujdesemi për shëndetin oral, që është gjithashtu në të mirë të shëndetit tonë, pse të mos kujdesim edhe për aspektin estetik. Po shkojmë pak muzikë, rikthehemi përsëri këtu me bisedën me doktoreshën ortodonte Raimonda Goshi. Rikthehemi përsëri për të vazhduar bisedën këtu me doktoreshën ortodonte, doktoreshën Raimonda Goshi, dhe deri më tani dham informata të vazhdueshme dhe shumë të mira në kuptimin e edukimit të masës sa i përket shëndetit oral, por me theks të veçantë në vendosjen e briketave, protezave apo sidos që po quhen sot, sepse kemi ardhur në një kohë kur edhe teknologjia po ndikon shumë dhe të rinjt po i njohin edhe në gjuhën angleze dhe të tjera. Por doktoresh, e përmendëm deri më herët faktin që është shumë mirë të reagohet sa më herët, të reagohet sa më herët, por jo gjithmonë të gjithë e kanë mundësinë që të reagojnë sa më herët varësisht prej rrethanave të jetës. Ndoshta nëse të kujtohet pacienti me moshën apo pacientja me moshën më të shtyrë që mund të ketë pasur nevojë për të vendosur briketa dhe i ka vendosur ato? Unë personalisht kam pasur, më thonë se ka përfunduar trajtimin, pacienti i cili ka qenë rreth moshës 53 vjeçare, shpresoj që nuk po gabojnë ato vite, ku për shkak që do të thonë nuk është kryer trajtimi më herët, ka pas një humbje pak më të madhe të dhëmbëve, ndërsa dhëmbi i syrit ka qenë i impaktuar, mi thonë, ana do të thonë ka qenë brenda nofull, edhe nuk ka dalë, do të thonë asnjëherë në vendin e vet. Edhe kom fillu trajtimin ortodontik, kom vendosur atë dhëmbë në hark edhe pastaj është përfunduar trajtimi në mënyrën e dur, pa të shkuar me vendosjen e implanteve e procedurave tjera. Që shumë e rëndësishme dhe tregon se edhe në moshë të shtyer mund të ketë efekt, sepse ekziston edhe kjo bindje e gabuar, e kam përshtypjen që sa më vonë të bëhet, aq më vështirë apo e pamundur është që të trajtohet. E pamundur nuk mundem me thonë që është asnjëherë, ka pjesa e vështirë mundet me qenë pjesë prej anës edhe të pacientit, për atë arsye se në moshë më të rritën, më thonë nuk është që e përjeton aq lehtë, më thonë një trajtim ortodontik, ka ana emocionale, po flas si një pacient i ri në moshën 13 vjeçare ose 15 vjeçare, kur e krahasojnë atë kohën, do të thonë kur jem me të vërtetë shumë i angazhuar, do të thonë se sa një i ri, mirë po nuk është e pamundur, do të thonë asnjëherë për një trajtim ortodontik, kurdo që pacienti vendos ose ndihet
i plotësuar në atë minutë me filluar trajtim, mundet edhe më kry. Më intereson pak edhe aspekti estetik, sepse shumë e rëndësi kur flasim për një pacient i cili ka ardhur për të rregulluar formën e dhëmbëve të tyre dhe pastaj do largohet nga ordinanca juaj me le të themi rezultatin final, shkon për të kthyer ndoshta vetëm për vizita të rregullta stomatologjike. Si është ky moment? Me të vërtetë është shumë i mirë. Unë e kom pas vetë, domethënë, trajtimin ortodontike kam kryer shumë herët, edhe është një ndjenjë shumë e mirë kur pas një vjet gjysmë domethënë i largon ato edhe e shaf atë fotografinë e parë edhe rezultatin në fund domethënë është vetëm pasqyre është një ndryshim total domethënë edhe ajo ndjenja që e përjeton pacientin na përcjell edhe neve atë energjinë të cilën e jap domethënë një energji pozitive që gjithmonë mundohem në maksimum mundohet të kënaqen edhe falënderues ku është njëna prej momente më emocionuese që e ka pacienti po kena edhe na kur e shohim në rezultat final edhe amor rezultat cilën e kena planifikuar prej fillimit ku është ndjenja më e mirë se unë për vete e përjetoj ashtu me një pacient që del falënderues prej ordinancës edhe kthehet vazhdimisht domethënë në kontrolla tena mirë po ajo pjesa cilën e shohim në sytë e pacientit, domethënë është mjaft emocionuese, është me të vërtetë një kënaqësi që më rin me bëni pacient mundi shumë më rehat në vetë dhe me një vetbesim shumë më plotse. Me të vërtetë ndikon tepër shumë edhe në atë pjesën e vetbesimit edhe buzëqeshja. E këtu do më ndalë pak të çështja e vetbesimit, sepse thuhet se buzëqeshja është një lloj pasaporte për të shkuar tutje, edhe njerëzit zakonisht kur nuk e kanë një lloj vetbesimi, sikur edhe mbulojnë buzëqeshjen e tyre dhe pastaj kur vjen në shprehje një mjek që e rregullon buzëqeshjen e tyre, sikur ua kthen një pjesës të jetës që ata mund ta shijojnë edhe të shkojnë tutje. Le të themi në aspektin emocional, sa rëndësishme është që njerëzit të kujdesen për buzëqeshjen e tyre. Tani po flasim vetëm për buzëqeshjen, jo vetëm për shëndetin. Jo, me të vërtetë është shumë e rëndësishme për arsye se përderisa po lindan atë pjesë një fëmijë në moshën 11 vjeçare se fillon me mshif buzëqeshjen e vet, atëherë ka me fillu domethënë edhe me një vetën sikur është u mbyll në vetë se nuk ka atë lirshmërinë domethënë me buzëqesh. Është një diçka cilën ndoshta tjerë nuk e vren, mirë po ai për veten ndjehet në atë mënyrë. Edhe na e dina që buzëqeshja zgjat jetën, edhe plotson ashtu e rrit energjinë tonë pozitive. Kur ti të kohën domethënë shkon të mbuluar atë buzëqeshja, reflekton edhe te të tjerë, domethënë fëmijët reflektojnë edhe te të tjerë, sikur me qenë fëmijë i lumtur ku ndoshta në anën tjetër është një fëmijë i plotsuar, mirë po ajo pjesa estetike që e ndalon domethënë me shprehën atë anë, domethënë ndikon tepër shumë. Pastaj është edhe ajo pjesa e vetbesimit, cilën domethënë e shpreh me mimikat tona të fytyrës, ku mbulohet domethënë ajo pjesa e buzëqeshjes edhe e buzëve, edhe ndikon domethënë edhe në zhvillimin e muskujve. Pastaj domethënë gjatë gjithë kohës, kur nëse bish njënën anë për shembull e ki ma të çrregull, atëherë ajo anë ka më shku ton kohën të mbuluar dhe me dash ma vonë na nuk mundna me korrigjuar atë pjesë të muskulit, se është sikur në atë anën kur shkon ti në fitness ushtron domethënë veç dorën e djathtë, dorën e majtë e lën statike në atë mënyrë, atëherë muskulatura ka më zhvilluar vetëm në anën e djathtë, jo edhe në anën e majtë. Domethënë ka goxha shumë lidhshmëri mirë pa atë pjesën e vetbesimit e ka shumë atë zhvilluar ana estetike. Doktoresh, po du më ndalë pak le të themi edhe në gjërat gjenerale sa i përket fushës së stomatologjisë. Zbardhimi i dhëmbëve është një prej kërkesave më të mëdha të kohëve të fundit të kam përshtypjen s'paku, po flas nga perceptimi i njerëzve, sepse me shumë njerëz që ri kanë dëshirë që të zbardhojnë dhëmbët, të bëjnë dhëmbë sa më të bardhë, sa më të bardhë, sa më të bardhë. Dhe ky trendi sa vjen e shtohet. Le të themi sa është e shëndetshme që ne të zbardhojmë dhëmbët apo sa është e rekomanduar që të zbardhojmë dhëmbët le të themi brenda vitit apo brenda periudhave të caktuara. Unë me folë prej pjesës tame individuale, dhe nëse e bëj zbardhimin për dhëmbët e mi, e bëj një herë në vjet, domethënë nuk kisha pas sef me bëu më shumë. Nuk është zbardhimi në mënyrën adekuate e bën dëmtimin e dhëmbëve, mirë po është ajo pjesa ku e referojnë që pacienti në atë mënyrë nëse ti po e bën zbardhimin atëherë duhesh edhe më përmbajt. Domethënë atij zbardhimit cilën ti bësh se ki fitu. Ngjyra domethënë nuk është e njëjtë për krejt dhëmbë, ka disa dhëmbë cilën me të vërtetë nuk zbardhen sikur dhëmbët e tjerë për shkak që asnjëri dhëmbë domethënë nuk është i njëjtë tek personat e ndryshëm.
mirë po atë përkushtimin cilën pastaj kom qef me pas pacienti mas zbardimit, kom qef që të paktën një vjet me i kasojna. Nuk referohet me bo tepër shpesh zbardimin. Zbardimi dhe pastrimi kisha pas qef mi ndo këto dy gjona për shkak se mendojnë shpashar që me pastrim fitohet edhe zbardimi. Jo, zbardimi është metodë tjetër, pastrimi është metodë tjetër. Do të thonë pastrimi general, po flas tek stomatologu. Kështu që të paktën një herë në vit, do të thonë është prej anës time, është individuale, kuptohet. Dhe në anën tjetër po flasim edhe për duhan gjinj pak, sepse është kjo edhe dëshira që edhe të konsumojmë duhan, edhe të kemi edhe më shumë të bardhë, edhe të dukemi bukur, edhe të dukemi si reklama. E keni këtë sfidë me duhan gjinj? Po, fakt është, e kena një sfidë cilën une po shpirën anë atë njërë që me kun shumë e kuptushme. I thom edhe pacientit ja ceke. Nëse e marrë një bluzë të bardhë, më thonë e ke ble bluzën e bardhë 3, ki, më thonë, sot edhe gjendjen e dhëmbe 3, ashtu e ki të bardhë. Nëse në bluzën e bardhë ki me vendosë kafe, qaj, ajo ka me ndru ngjyrën nëse ti nuk i pastron me një herë. Edhe atë ngjyrë ti nuk mund është me largu as për bluzës, po njëjtë është edhe prej dhëmbe, për shkak atë përthithjen cilën e bojnë dhëmë, sidomos në ato 2 javë të para. Kështu që gjithmonë e marr ato shembullin që me kon sa më i kuptueshëm edhe pacienti më nejt gati. Kam shumë raste ku janë edhe duan pirës, mirë po i rinë atë shumë gati sa që me të vërtetë e marr një kohë gjatë edhe atë të bardhën e vet, edhe zbardimin cilën e kena bona. Mirë po, nëse ti nuk i rin gati, atëherë edhe rezultatet tona kanë mu shku shumë shpejt. Zakonisht njerëzit pyeten se cila është pasta ideale për me i pastru dhëmbët. Ka shumë marketing, shohim shumë pasta që paraqiten si mrekulli që do i zbardhin dhëmbët, do e bëjnë këtë, do e bëjnë atë, por në aspektin profesional, çka sugjeron një stomatolog? Një stomatolog, po mendoj një sugjerim cilën e bën, është gjithmonë, dhe më thonë, mu bazu në bazë dhe problemeve dhe të kërkesave cilat i ka pacienti. Është ajo pjesa ku disa kanë probleme gjakosit dhëmbëve, nëse është bo pastrimi, ose gjatë shtatzanis, ku është një ndjeshmëri ma e madhe, është rregullimi hormonal, pastaj vjen, dhe më thonë, edhe ndikimi tek mishe, janë pastat, dhe më thonë, për atë pjesë. Është pasta për pjesën kur janë dhëmbët ma sensibil, dhe më thonë, për ulljen e ndjeshmërisë. Pastat cilat unë për veti nuk i preferoj, janë ato pastat cilat janë me karbon, janë me ato granulat e zeza, cilat me të vërtet e bojnë një abrazion të sipërfaqes dhëmbëve, dhe ato gjithmonë mundohem edhe me eliminu, me largu, dhe më thonë, edhe pere pacientit. Nuk mendoj që e bën atë zbardimin, dhe më thonë, dhëmbëve, thjesht e largon një strukturë dhëmbëve cilat na gjithmonë kena qaf me mbrojt. Pra, shumë e rëndësishme që të fokusohemi te ajo çka është e shëndetshme edhe për dhëmbin, edhe në kohën kur pastrojmë, sepse them të drejtën edhe me këto rrjete sociale doktoresh, edhe me ChatGPT-n, edhe me shumë njerëz influencer të cilët dalin në rrjete sociale rekomandojnë gjithçka sikur jemi në një krizë të informacionit të saktë. E vreni këtë në punën tuaj të përditshme? Po e vrej, ndodh ka një herë, do të thonë që ndoshta nuk kom qef mu qas në atë mënyrë, dhe më thonë me pacientin, mirë po vjen momenti kur i thu, a kjo arë më të regu çka me punu, apo më lënë të punojone, për shkak se mundohet me marrë një informacion ma hershëm për atë pjesën e problemit vetë. Unë muj me sekë mjekësi një dhe një nuk bojnë dy. Munde me fillu dhe më thonë një trajtim një dhomi që do këtë shumë pak i prishur, mirë po me të vërtet kur hapet dhomi ka me dojnë një problem shumë ma i madhë cilin pacienti nuk e ka mendu që e ka ma herët. Tashti nuk mujna qëdarë me bu fotografi me 3D që na me marrë dhe më thonë edhe me shikua dëm, për shkak se është edhe i kushtueshëm, janë edhe rezatimet. Fotografimet, rengena cilat i bojnë ato janë 2D, më thonë është e para edhe mbrapa, apo shprehna në të mënyrë, mirë po jo çdo detaj të dhomit, si sa kur e hap dhomin edhe është. Si intervenimet tjera, dhe më thonë, plotësisht në trupin tonë edhe kirurgjike, ose çka do që kur të hapet, shihet bukfalisht se çka ki brenda. Për ata mundohem dhe më thonë që atë pjesën e informacionit mi adhonë une pacientit është mirë që a informohet dhe më thonë për shëndetin e vetë. Mirë po jo me ndikun atë pjesën e punës tonë ku dhe më thonë e kryon edhe atë mosbesimin pastaj të pacienti. Se ka mendu që ka diçka tjetër dhe i ka dalë diçka tjetër dhe vjen një mosbesim dhe më thonë të pacienti e pas mosbesimit vjen edhe moskënaqësia dhe çdo njëra lidhet me tjetër. Nuk krahasohet dhe më thonë paktën
20 vjetë shkollë me një informacion që e merë për ChatGPT-s. Kjo është shumë e bukur, kjo është kryefjala, sepse me të vërtet kemi nevojë që ta vëmë në theks faktin që njerëzit kryejnë shkollë, lexojnë libra, bëjnë praktika të ndryshme, hyjnë në proteste, ndoshta dështohen, rikthehen derisa ata arrin objektivin e tyre dhe ne sigurisht me një informacion që mund të marrim edhe qoftë nga influencerët të cilët nuk janë të thirrur, qoftë edhe nga ChatGPT, qoftë edhe nga rrjetet sociale, qoftë edhe nga burimet jo të besueshme në Google mund të na kushtojnë shumë dhe është shumë e rëndësishme të mos i sfidojmë profesionistët. Dhe përfund doktoresh, ndoshta kisha dashur që ta japim një mesazh për të gjithë ata që po na dëgjojnë dhe mendojnë për shëndetin oral. Çka ju thot një mjek, stomatolog, të gjithë pacientëve uniform pa dallim moshe e gjinie? Nëse nisëm prej anës tonë praktike atëherë, paktën një herë në vjetë hajde të na. Hajde me na pasi. Të paktën një herë në vjetë të Paktën një herë në vjetë, lutna. Për duan zhitë 2 herë në vjetë, dhe më thonë është këgja shumë e rëndësishme për shkak se lidhet një pjesë shumë e madhe. Mirë po, qka i thojnë ana mas shpeshte, hape gojen, ama me fol, nuk mujnë me fol. Një pacient po vajnë në ushtren atë mënirë, ta kretë më thojnë, mbyllën gojen, ti po më thu hape gojen, tash unë tom hape gojen, ama me fol së mund është. Dhe kjo është pjesa më e bukur e të qenurit stomatolog që u hap gojen të gjithëve, por ama të flasin jo. Jo. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit juve dhe për mua ishte kënaqësi. Ishte kjo një bisedë e jashtëzakonshme shumë e ëmbël dhe me shumë informacione me doktoreshën Raimonda Gashi, ortodonte. Pra kemi të bëjmë me njerëz të cilët janë specializuar në fusha të ndryshme për të dhënë më të mirën për pacientët në Kosovë, për çka është shumë e rëndësishme që ne të shfrytëzojmë burimet e të gjithë këtyre profesionistëve që kemi brenda vendit tonë dhe të marrim të gjitha shërbimet që na duhet. Është më rëndësishme që të kujdesemi për dhëmbët duke filluar nga fëmijët deri tek të moshuarit dhe për këtë është më rëndësishme që të besojmë profesionistëve dhe të mos merremi shumë me ato burime informacione të cilat mund të jenë komplet të pasakta nga rrjetet sociale, ku ta diun ChatGPT, influencerët e të tjerët. Deri javën tjetër sigurisht ne miru dëgjofshim, por një falënderim të fundit dua të bëj për Spitalin Fatim, të cilin siç them mund ta gjeni në rrugës Ponte Çaklavica, atje ku mund të merrni shërbime mjekësore të dëshmuara në shumë dekada, nga ginekologjia me fertilitet, pediatria, kirurgjia torakale, kirurgjia e fëmijëve, laboratorja mirë dëshmuar ndër vite dhe shumë shërbime të tjera. Ashtu siç tha me doktoreshën, është shumë e rëndësishme të parandalohen sëmundjet dhe jo vetëm të trajtohen, por në momentin kur diagnostikohen, ato duhet të trajtohen në mënyrë që të vazhdojmë dhe të jetojmë shëndetshëm. Miru dëgjofshim e miru takofshim.